situata ndërkombëtare dhe eventi që ndodhi në Shqipëri kur kryeministra të paparë të vendeve si Britania e Madhe, Franca, Italia, tani është bërë një gjë rëndom në Shqipëri, por nuk është as pak e rëndom, që gjithë elita e superstrukturës europiane viziton Shqipërinë për një konferencë ndërkombëtare. E pra, në këto konferencë dolën shumë gjërat, sepse sigurisht mbas fjalëve Tok Fjaçit, faleminderit Edi e tjera, gjëja kryesore ishte esenca dhe po themi thelbi i vendimarrjes tyre. Në fakt, Bashkimi Evropian doli në këtë konferencë, në këtë summit, me një kërcënim paktër për Rusinë, me një rikonfirmim të vijës së fortë të baroneshës von der Leyen për buxhete armësh për krijimin e një Europe, do thonim, nga një këndvështrim pacifist të militarizuar. Por nga ana tjetër kemi një proces paqe, e cila deri para pak orësh mendohet se është në dështim të plot, por ka një bisedë midis Donald Trumpit dhe Putinit, është çështja e orës, është headline botëror tashmë, ku nga një anë në deklaratën e Trumpit në truth thuhet se ka bërë përparime shumë të mëdha drejt paqes. Por deklaratat e para të Vladimir Putinit janë shumë të zbeta, thotë, janë mbritur pika të rëndësishme, po duan verifikime, etj. Pa do të thënë, në mënyrën e komunikimit publik të Trumpit dhe të Putinit, nga kjo bisedë 2 orëshe në telefon, kemi 2 temperaturat ndryshme. Një temperaturë të lartë të ngrohtë entuziaste optimiste të Donald Trumpit dhe një temperaturë të qetë analitike, nuk mund ta themi të ftohtë, po të vakët të presidentit Vladimir Vladimirovich Putin.